Përshëndetje. Kemi dalë sot në vijimin e turit ton për të konsoliduar aleancat tona me shqiptarët e thjesht, me shqiptarët e pavendosur, me shqiptarët e neveritur dhe me dy partit më të mëdha të Tiranës. Ka dy partit të mëdha të Tiranë, të cilat nuk janë regjistruar në KQZ. Është partia e Liçenit dhe partia e Kafes. Dy partit me të cilat duhet një aleancë fort, duhet një aleancë e madhe. Është një masë e frikshme njerëzish të cilët janë në kafe dhe sigurisht kanë dalë për qefin e vet, por partia e Kafes është partia më e madhe në Shqipëri. Këtu në Tiranë janë dy partit më të mëdha, partia e Kafes dhe partia e Liçenit, kodrave të Liçenit. Kemi dalë me shpresën që të bëjmë një aleancë me ata dhe jemi të sigurt që po e bëjmë aleancën, sepse nga takimi me njerëzit, nga kontaktet me ta, na rezulton që janë dashamirës, përveç atyre të cilët janë të mërzitur, janë të trishtuar nga të gjithë, janë të neveritur. Dhe kjo jo për fajin ton, kjo për fajin e politikës 35 vjeçare. Ne duam apo nuk duam, ne do të paguajmë edhe faturën e kësaj historie, por të jeni të bindur për një gjë, që ditë të reja do të vinë dhe ditë të mëdha do të vinë, për vendin, për Shqipërinë dhe për gjithë botën, dhe askush nuk i ndal dot këto ditë. Ju e patë dje takimin e Edi Ramës atje në Shesh, me Erion Velin në Burg, as gjysmën e Sheshit nuk e mbushi dot, është duke u masku jo me shamira, jo me gjëra, jo me muslimane, jo me katolike, jo me ortodokse, jo me goca me shamie, jo me goca me bikini. Nuk ka gjë të shpëtoj këta, nuk ka shami të shpëtoj këta, nuk ka bikini të shpëtoj këta, nuk ka makjazh, nuk ka sy, nuk ka balluk, nuk ka Lisa Spiropal, nuk ka konga firake. E pa dje çfarë bëri, të gjitha qytetet e Shqipërisë kishin ardhur në Sheshin Skënderbej me këngët tradicionale, përveç se Durrësin e kishin përfaqësuar me këngë italiane. Ciao, bella ciao. Pra, ju e kuptoni cila është mendësia, sikur ju i njihni mirë këta, janë në krizë të thellë, të dyja palët, të dyja bashk i bëjnë apo nuk i bëjnë 25% shqiptarëve. Të dyja palët bashk. Kështu që ne do të kontaktojmë njerëzit. Sot jemi në bisedime me partinë më të madhe të Shqipërisë, që është partia e Kafes. Jemi drejt konkludimit të një marrëveshje me partinë e Kafes, po ngritën nga kafja shqiptarët, kjo histori mbaroi. Është dhe partia e Liçenit këtu në Tiranë, që është edhe ajo një parti e cila nuk është regjistruar në zgjedhje, por që po mori vendim, mund të ndryshojë ekuilibrat këtu në Tiranë. Ju përshëndesim gjithë dhe mos harroni Treshin. Treshin gjithmonë. Treshin në Shqipëri,